evakuan Shqipëria dhe shqiptarët nga politikanë të pandershëm. Shqipëria nuk është një rast unik në Ballkan, por mënyra si politikat publike, pazaret, fenomeni i klientelizmit dhe dështimet institucionale përkthehen në vuajtje të përditshme për qytetarët është e veçantë dhe e dhimbshme. Më poshtë paraqes një analizë të thelluar të bazuar në raporte ndërkombëtare, të dhëna publike dhe evolucionin historik, duke shpjeguar pse politikanët e pandershëm shkaktojnë pasoja kaq të rënda dhe çfarë duhet ndryshuar. Një panoramë e shkurtër, indikatorët dhe perceptimet. Raportet e pavarura e rendisin Shqipërinë mes vendeve me probleme të dukshme, korrupsioni në administratën publike, transparenci internacional i dha Shqipërisë një notë që mbetet larg standardit të pastër, dhe shënoi përmirësime të vogla vitet e fundit, por jo një ndryshim thelbësor. Këto matje reflektojnë perceptimin e biznesit dhe qytetarëve për ndikimin e paran dhe influencës në vendimmarrje. 2. Trashëgimia historike, nga klientelizmi te politika e përfitimit. Në dekada, të gjitha tranzicionet politike në Shqipëri u zhvilluan në kushte ku shteti nuk u konsolidua si mekanizëm i paanshëm shpërndarjeje të burimeve. Në mungesë të institucioneve të forta dhe shërbimit civil profesional, lidhjet personale dhe të partisë u bën rrjetet kryesore të aksesit, kush je, kush të mbulon, kush të jep punë apo kontrata. Kjo krijon një kulturë ku përfitimi zë vendin e interesit publik dhe ku politikanët më të instrumentuar në rrjete klienteliste fitojnë pushtet dhe mbesin atje. 3. Dobësia e institucioneve dhe sundimi i ligjit. Një shtet ku gjyqësori është i dobët, i ngadaltë dhe me besim publik të ulët nuk mund të frikësojë abuzimet. Raportet e Komisionit Evropian dhe analizat e organizatave ndërkombëtare kanë nënvizuar prej vitesh probleme në efikasitetin e drejtësisë, kapacitetet antikorrupsion dhe vonesat e gjyqësorit. Të gjitha këto u japin aktorëve politik hapësirë për të manipuluar procedura dhe për të fshehur konflikte interesi. Për shembull, raporti i BE për sundimin e ligjit dokumenton probleme me vonesat, boshllëqet institucionale dhe zbatimin e reformave. 4. Parat publike si nxitës i korrupsionit, prokurimet dhe kontratat. Sektori i prokurimeve publike është një nga pikat kryesore ku politikanët dhe miqtë e tyre bëjnë para të mëdha. Kur procedurat janë opake, kur konkurenca është false ose kur dokumentacioni tenderësh manipulohet, fondet publike shkojnë për interesa private, rruga më direkte për pasuri të paligjshme. Për më tepër, mungesa e kontrollit të pavarur dhe e transparencës në kontrata i bën këto skema të vështira për t'u ngritur në hetim dhe për t'u ndëshkuar. Një tërheqje drejt përdorimit të teknologjisë për të rritur transparencën, PS. Sisteme elektronike është pozitive, por vetë teknologjia nuk mjafton pa vullnet politik dhe pavarësi institucionale. 5. Politika si biznes dhe mungesa e llogaridhënies. Në vendet ku partia në pushtet përdor institucionet për të ripar xhirollogarit e veta, rekrutim në administrat për vota, shpërndarje favoresh, përdorim ndaj mediave të afërta, politika bëhet një mjet biznesi dhe jo shërbimi publik. Kjo feudalizim modern i administratës çon në konflikt interesi, ku zyrtarët që duhet të kontrollonin abuzimet janë pjesë e tyre. Pa mekanizma real ndëshkimi dhe me një klim impuniti, pa fajësie në praktik, motivimi për sjellje të ndershme bie në zero. 6. Media, shoqëria civile dhe informacioni i fragmentuar. Një media e koncentruar ekonomikisht dhe shpesh e lidhur me interesa politike nuk luan rolin e kujdestarit publik. Kur gazetarët dhe organizatat e shoqërisë civile kanë burime të pakta, presion të politikës ose kur mediat manipulojnë informacionin, qytetari mbetet i dobët dhe i informuar pjesërisht, e kjo zvogëlon presionin publik ndaj politikanëve të korruptuar. Raportet të pavarura të lirisë së medias dhe studime rajonale tregojnë se pluralizmi dhe pavarësia e medias mbeten sfida. 7. Ekonomia e vogël, informaliteti dhe varfëria si motor të ndikimit. Në një ekonomi ku punësimi formal është i kufizuar dhe ku shumë njerëz varen nga favore direkte, punë publike, ndihma të drejtuara nga politika, vota dhe besnikëria shiten shpesh në këmbim të përfitimeve afatshkurtra. Kjo ruan një cikël varësie ku politikanët manipulojnë zgjedhjet dhe ruajnë pushtetin për ta shfrytëzuar më tej. 8. Interferenca e jashtme dhe ndikimet e huaja. Si shumë vende rajonale, Shqipëria është e ekspozuar ndaj ndikimeve të huaja, përfshirë investime me pak transparencë, rrjete ndërkombëtare, biznesi politik dhe presione gjeopolitike. Kur investimet ose projektet e mëdha nuk monitorohen mirë, ato bëhen terene për përfitime dhe korrupsion të lidhur me politikanët vendor. 9. Përpjekjet e fundit dhe një shenjë e re, teknologjia si mjet, jo zgjidhje vetjake.
Së fundmi u dokumentuan nisma për të përdorur teknologjinë për transparencë në prokurime, emërimi i një asistenti digital ministre virtuale për të asistuar proceset e prokurimit, një lëvizje simbolike dhe eksperimentale që synon të reduktojë ndikimin njerëzor në tendera, tregon se ekziston ndërgjegjësim për problemin, por skepticizmi publik mbetet i lartë. Teknologjia nuk zgjidh mungesën e vullnetit politik apo pavarësinë e institucioneve. 10. Pse politikanët pandershëm duket se mbietojnë? Impuniti, mungesë ndëshkimi efektiv, hetimet dhe gjykimet zvarriten. Nëse ndëshkimi nuk vjen, motivi për të mos vjedhur bie. Rrjetet klienteliste, ata që përfitojnë ruajnë pushtet dhe resurset. Kapaciteti i dobët i kontrollit institucional, kontrollet të brendshme, auditime dhe pavarësi e prokurorisë shpesh janë të komprometuara. Ndërhyrje politike në sistemet e kontrollit, kur politika kontrollon kontrollorët, sistemi shkatërohet nga brenda. 11. Çfarë duhet të ndryshojë? Rekomandime konkrete. Pavarësia e gjyqësorit dhe përshpejtimi i proceseve, reforma për burokraci më të shpejtë dhe institucione të pavarura me kapacitet për të ndjekur rastet e korrupsionit. Transparencë totale në prokurime dhe kontrata publike, të dhëna të hapura, tendera elektronik plotësisht transparent dhe auditim i pavarur. Mbështetje për media të pavarur dhe shoqëri civile, financim, mbrojtje ligjore për gazetarët dhe masa kundër përqendrimit të pronës. Reforma zgjedhore dhe etika politike, rregulla të qarta për pasurinë publike, konflikte interesi dhe sanksione reale për shkelësit. Edukim qytetar dhe fuqizim ekonomik, reduktim i informalitetit dhe programe për të ulur varësinë e individëve nga përfitime politike afat-shkurtra. Presion ndërkombëtar i kushtëzuar dhe bashkëpunim me institucionet europiane që synojnë reforma reale, jo vetëm deklarata politike. 12. E vërteta pas botje. Politikanët e pandershëm nuk janë problemi vetëm i një individi apo partie, ata janë simptoma e një sistemi që lejon lidhjet klienteliste, mungesën e transparencës dhe impunitetin. E vërteta është e thjeshtë dhe e dhimbshme, pa institucione të pavarura, media të forta, shoqëri civile që mban presion dhe votues të informuar e ekonomikisht të lirë, politikanët do ta shfrytëzojnë pushtetin. Reforma kërkon vullnet politik, por edhe presion qytetar dhe mbështetje ndërkombëtare, dhe më e rëndësishmja, një kërkesë të pandershme për llogaridhënie nga vetë qytetarët.